E ajeti ma goditës është ajeti numër 19 i surës Hashr. Dashur vëllezër, wala takunu kalladhina nasullaha fa ansahum anfusahum. Edhe asesi mos u bëni si ata që e haruan Allahun. Mos u bëni, këtu flet për krejt njëtë, muslimane jo muslimane, kjo shumë e frikshme. Mos u bëni si ata që e haruan Allahun, edhe si rjedhoj, si pasoj, si dënim pse haruan Allahun, fa ansahum anfusahum. Sa bukur kjo. Edhe Allahu bëri që ata të harojnë vetveten. Dënim më të madh në këtë dinjë se Allahu të të bëje të harojsh vetveten, s'ka. Të angazhuar me veturë. Keni pa disa? Ama ato që janë veseli për qerë. Vetëm auspuhin 28 minuta ja fshan qerë. E kjo është Allahu të ka bërë të harojsh vetveten. Shumë i thjeshtë. Shemull, më të thjeshtë unë merr ndërmend. E sa më fusam, do të thonë, me gjërat e kësaj dynjaje Allahu e bën që ata mos investojnë për vetveten, por të investojë ke qeni, ke macën, një pa 300 euro, a paguhet 300 euro ushqim për macën. E krehet e lame, maca. E provë. Tash është në trend normal, babat në shtëpinë e pleqve, qenë në shtëpi. Normal, dëzavendëson babat me qenë. Evropa e ka bërë këtë moti. Ndjen keq që në dal nga dal i marrin pislëqet e tyre. Mere, unë nuk jam kundër të marrin prej perëndimit, Allahu s'na ndalon. O më merri inxhinierin e Mercedesit, ti s'u bësh Mercedes asnjëherë. O më bën një, si ka bërë Turqia në tokë, për shembull. Bën diçka të afërt. Ti ndoshta s'u bësh një Këzëll Elma si dronet e Turqisë. A më bëni një dronë si ai studenti i Kosovës ku ishte në Gjermani dikundi, me dronë. Ka shpik dronë njëri, ai po. A më ki ka marrë bubi, ka marrë 100 vogël shpi. Edhe miret ma ata, shkoni miret mazën, Allahu kafshët, sa për informacion, krejt e dini i për kujtim. Kafshët i ka krijuar të lira në natyrë. Maca dhe krejt kafshët tjere janë të krijuara dalën vetë ato jashtë jetojnë. Me miliarda maca ka ndonjë, haj shko ushqej krejt. La yastawi ashabun nari wa ashabul janna. Nuk mund të jenë të barabartë banorët e zjarit me banorët e xhenetit. Si janë të barabartë. A pse me njëherë ert la yastawi mbas këtij ajeti që e komentuam? Sepse ata njerëz që Allahu i ka bërë të harojnë vetveten se ata e haruan Allahun, Allahu ka për të shumë zjarë xhenemit, Allahu na ruaj.